Kush nuk heq dorë nga fjala e keqe dhe nga veprat e këqija, Allahu nuk ka nevojë që ai të heq dorë nga ushqimi dhe pija. Transmeton Buhariu. O Allah, mos na e lejo agjërimin të mbetet vetëm ndryshim orari. Na e përmirëso gjuhën, shikimin dhe mendimin. Na mëso të heshtim kur fjala dëmton dhe të flasim kur fjala shëron. Le të na ndryshojë agjërimi sjelljen, durimin, moralin. Bëje këtë Ramazan dëshmi për ne, jo kundër nesh. Ndihmona të bëjmë veprime të mira nga sinqeriteti dhe të mos harrojmë se çdo urdhër dhe ndalim ka kuptim.